Afrodita, desha të pyes në lidhje me trupin, do me thënë me shëndoshjen e trupit tek vajzat, tek djemt. E shikojnë me një sy tjetër, do me thënë, me frikë. Të shëndoshemi, ato dobësohemi, do me thënë, kuria është e shëndeti, themi ne. Po, më përpara quhen kush është më shëndoshur, nuk merrte njëri për nuset. Po, si ishte mbushur në korrat e Kur ishte e shëndetshme. shëndetshme, shëndosh, quhet shëndesh, domos tek femrat. Pra nga natyra femra toka është energji femërore, hëna me kurbatur, gjoksi, ose domethënë duhet të ketë, domethënë jo dras fare, sepse nëse është dras ose nuk han bukë ose i e kundra ushqimit, që ti je sa më dobët, gjasmë më ku du më bukur, mentaliteti, mos u shëndosh, fiksime më fakt, është atëherë femra që janë të tilla është bërë si mashkull pastaj. Shndrohesh në një mashkull në një farë mënyre. Sepse mashkulli sipas natyrës, energjia marsiane, energjia e diellit, Marsi është mirë meshkujt, është mirë të jenë elegant. Domethënë femra nga natyra është me kurbatur. Kurse mashkulli është drejt. Duhet t'i dallojë formën. Është elegant, mund të jetë. Sigurisht nuk po them që s'do haj mashkulli bukur dhe energji, duhet haj, po e tret më mirë, ka elementin zjarr më shumë sipas natyrës.